Në cilin aspekt të jetës ndjen më shumë probleme? Në financa, punon shumë, por asnjëherë nuk e mjaftueshëm, apo akumulon dhe pastaj papritur një shpenzim i madh, del dhe çdo gjë që ti akumulon shkrihet, apo ndoshta je në kategorinë atyre personave që ndjen probleme në lidhje me marrëdhëniet, nuk ndjesh kur i dashur, i respektuar, i pranuar, i përzgjedhur, i çmuar, apo ndoshta je në kategorinë atyre personave që thjesht nuk ndihesh mirë emocionalisht me veten, je gjithkohës në frikë, në pasiguri, vuan nga ankthi, vuan nga depresioni, apo ndoshta je në kategorinë atyre personave që po vuan mos arritjen e suksesit, sado që ti përpiqesh, lodhesh, të ngjitesh në një grad më lart, por përsëri çdo përpjekje e jotja dështon. Cila do të jetë sfida në jetën tënde, cili do aspekt i jetës tënde të jetë problematik, dije se ka një zgjidhje. Por para se të arrim tek zgjidhja, dua të tregoj arsye se pse ndodh kështu. Nuk do thotë që ti je i pavlefshëm, nuk do thotë që ti nuk meriton, nuk do thotë që ti nuk je mjaftueshëm, i mirë, i aftë, i mençur, i shkatët për të arritur të gjitha këto. Nuk do thotë që ti je i pafat, nuk do thotë që jeta po punon kundra teje, që Zoti po punon kundra teje, por është thjesht sepse në mendjen tënde ka mendime, besime, bindje, programime negative ose limituese. Çfarë janë këto bindje limituese? Për shembull, nëse ti mendon që jeta është vështirë për ty, jeta do të ndihet e tillë, nëse ti beson që je i pafat, çdo gjë që ti do të bësh do të hasi pengesa. Nëse ti beson që paraja fitohet me vështirësi, ti do ta fitosh paran me vështirësi. Sepse ky është programi që jeton pa qëra në kokën tënde. Kjo është CD-ja që ti ke futur dhe luhet gjatë gjithë kohës. Por sigurisht ky nuk është versioni yt i vërtet. Ti nuk po funksionon nga një vend autentik, nga ajo çfarë ti je, nga ajo çfarë ti meriton, por je duke funksionuar për shkak të një modeli programi të cilin e ke marrë në mënyrë të pavetëdijshme. Po, truri ynë ka, le të themi, dy sisteme kryesore. Është truri ynë koshient, logjika, ku ne përmes të cilit ne marrim vendime, planifikojmë strategji, do bëj këtë, do bëj atë, do them këtë, do shkoj këtu, dua të arri këtu, etj. Por është studiuar që ky tru ka aftësi vetëm 5%, ka fuqi vetëm 5%. Dhe sado që ti të përpiqesh, sado që ti të ndërmarrësh hapa dhe e gjen veten duke u kthyer prap në pikën 0, dije se nuk ishte faj i mënyrës se si ke vepruar, planifikuar, etj. Por problemi është tek ky 95% tjetër, i cili quhet truri ynë jo koshient, në ndërgjegje, subkonscienca. Kjo pjesë e thellë, e jashtëzakonshme e trurit në të cilën depozitohen të gjitha emocionet, traumat, këto modelet për cilat unë sapo fola, bindjet, sjelljet e pavullnetshme që neve bëjmë në çdo moment. Nga ky vend ne mësojmë se si të, për shembull, ti mund t'japësh makinës edhe nëse nuk e ke mendjen aty, mund të jesh duke folë në telefon, duke dëgjuar muzikë, duke bërë muhabet, apo thjesht duke imagjinuar diçka, po ndërkohë ti po jep makinës në mënyrë perfekte. Pse? Sepse ky është një proces i mësuar, i regjistruar, i depozituar në subkonsciencën tënde dhe ti vepron në çdo moment në mënyrë automatike. Të njëjtën gjë në analogji e bën për rreth parave. Për shembull, nëse në shtëpinë tënde paraja ka qenë një burim konflikti dhe ti ke parë gjithmonë prindrit e tu duke u zënë në lidhje me paratë, për ty është regjistruar, është memorizuar që paraja është diçka negative, është diçka e vështirë, paraja sjell probleme dhe kështu për gjatë gjithë jetës tënde ti do të hasësh probleme me paranë, sepse kjo është mënyra se si ti ndihesh, vepron, sillesh kundrejt paras, ky është modeli yt. Po kështu në lidhje me raportet me dashurinë, nëse marrëdhënia midis nënës dhe babait ka qenë një marrëdhënie vështirë, konfliktuale, apo nëse mënyra se si ke marrë dashuri nga babai ka qenë e vështirë, ka qenë e munguar, nëse mënyra se si ke marrë dashuri nga nëna ka qenë me kushte, bëj këtë që të dua, nëse bën këtë nuk të kam xhan, pra ke mësuar dashurinë me kushte, atëherë ti do të krijosh lidhje në të cilat do të ndjesh dhe përjetosh këto, sepse ky është modeli i pavetëdijshëm që është regjistruar në kokën tënde. Po ashtu mund të kesh edhe modele, mund të kemi, të gjithë kemi modele që i kemi marrë dhe na janë regjistruar nga vendi, kultura, nga ku ne vim. Pra jemi të programuar nga mjedisi. Paraja
është e vështirë për të arritur, duhet të sakrifikosh shumë që t'ja dalësh, pra ajo energjia e sakrificës. Njerëzit e drejtë dhe njerëzit e ndershëm nuk mund bën kur pasuri, pra duhet t'jesh i keq, duhet t'jesh horr që të bësh para. Nëse ke kaluar një farë moshe dhe nuk ke familje, nuk ke fëmijë, atëherë je i pavlefshëm. Nëse nuk ke një partner, je i gjykuar. Nëse nuk ecën me turmën, do të ndëshkohesh. Të gjitha këto janë bindje që na i ka imponuar, mësuar, rrënjëzuar kolektivja. Dhe lajmi i mirë është, siç e thash, ka gjithmonë një lajm të mirë, jetojmë në një botë ku ka dualitet, ka probleme, po ka dhe zgjidhje. Zgjidhjen unë e gjeta në mënyrë personale përmes një teknike të jashtëzakonshme, e cila ka ndryshuar katërsipërisht jetën time. Dhe kjo është teknika e theta healing, shërim përmes valve theta. Nga vetë titulli, ti mëson se si ta çosh trurin në gjendje relaksi, në gjendje theta. Dhe përmes gjendjes theta të trurit, ti mëson se si të aksesosh subkonsciencën, të gjesh këto programe, modele që veprojnë në mënyrë të pavetëdijshme, ti heqësh, ti çlirosh dhe ti zëvendësosh ato pastaj me modele dhe programime fuqizuese që i shërbejnë të mirës tënde. Nga jam i pa fat në jam me fat, nga jam i pa dashur në jam i dashur, nga paraja krijohet me shumë vështirësi në parat vin tek mua me lehtësi. Po kështu për suksesin në për çdo aspekt të jetës. Është një teknikë e jashtëzakonshme, është një universitet, do ta konsideroja unë në botën shpirtërore, spirituale, i cili të mëson se si të çelësh aftësitë tua intuitive, se si të bësh skanime energjike intuitive për veten, për të tjerët. Është një aftësi të cilën ti e mëson dhe e merr me vete për gjatë jetës tënde, për të ndihmuar ty për të ndryshuar jetën tënde, por dhe të atyre që të rrethojnë. Dhe në momentin që ti ndryshon pjesëzat, copëzat, mendimet, besimet e tua, atëherë do të ndryshojë dhe realiteti yt. Ndaj, nëse do të kesh me vete një terapist, nëse je gati që të nxitësh mirëqenie shpirtërore, fizike, emocionale, mendore, nëse je gati të marrësh timonin e jetës tënde, ta drejtosh ti se çfarë do të krijosh, të ftoj në klasën e re që hapet në datë 28, 29 dhe 30 gusht. Është trajnimi i ri i nivelit bazë të Theta Healing, në të cilin do të marrësh një certifikat të lëshuar nga Instituti Think, një certifikat ndërkombëtare e rrjetit të Thetës, por nuk është çështja tek certifikata, por është çështja tek aftësia që ti do të marrësh me vete për të gjithë jetën. Është ndryshimi i thellë që ti do të bësh, është kapërcimi në një version tëndin të ri. Për më shumë info se si funksionon trajtimi, më shkruaj në DM Theta dhe unë e di se çfarë po kërkon dhe do të informoj mbi çdo gjë. Është momenti që ti thuash stop qasjes viktimizuese, modelit viktimizues, s'dua, është e pamundur, është e vështirë dhe të kthehesh në fuqinë tënde, të marrësh fuqinë e jetës tënde në dorë. Stopo së jetuari përmes sakrificës, e fillo ta jetosh jetën nga autenticiteti yt dhe nga fuqia jote e brendshme. Më shkruaj në DM Theta. Regjistrimet janë hapur, diku të më gjesh. Dritë dhe dashuri për ty.